Përshëndetje, në këtë video do ta bëjmë këtë detyrë për London arkitekturë kompjuterike. Detyra thot shkruani një program në gjuhën assembler, domethënë përdor gjuhën assembler, e gjen rezultatin. Rezultati do të më konë çka z-ja, bazuar në arkitekturën ISA, regjistër. Do të thotë me pas parasysh është që kjo regjistër, edhe çto shkana ja. Do më thonë, regjistër, detyra. Kjo ka nevojë, por kjo është në fund edhe është shumë lehtë se veç përkthehen, veç zëvendësohen. Okej. Do më thonë, z paras 4x minus b plus n thyje për y plus c herë a. Na e dim që njëherë do të më bëj pjesëtimi, tani shumëzimi, tani zbritja dhe mbledhja. Okej? Atëherë fillojmë me load n. Do thonë që tope mormi, edhe bëjmë divide div për y, veç kjo pjesë veç u kry. Tash mormi qëto dhe bëjmë store në temporary files, edhe bëjmë load në temp. Tash e morëm load c qëtu, multiply për a këtu, edhe njëherë store and load temp. Shumë thjesht. Tash, veç se po më mërmenja dhe ju jeni të pa qa me ba, load 4x, më nëshë dhe mi do, po edhe kështë mi ba, subtract për b. Tash është interesant. Tash ma si të bojmë store edhe load gjithë shka që do të më ba është add. Se ku që konë lidhje. Edhe store z. Që kja është njëna mënyrë. Nëse është qëto regjistër, nëse është e njëjta detyrë, po e marrim ose hajde që po marrim një detyrë tjetër. Z baraz me x plus y plus n thyje për a minus b plus c. Qështu? Po nuk e kem regjistër, po e kem register memory. Që për shkrysh që. Memorie. Okej. Tash ka do të më bëj është me pas parasysh që se cili prej që ty në vlera e ka kanë do të më adhon një ven ose një emën, shemë. Qëto store z për dina veç që ka të bëj me z. Po themi që po i marrë me qëtë pjesë ma për para, edhe po thojmë nëja është, ose y është r1, tani R2 edhe R3 që kja. Do më thonë në
x-i. Tash e morëm edhe bëjmë load rn epsiloni. Load në rn epsiloni. Multiply që pas në bëjnë nga vend. Që është multiply. Multiply R2 për në me në. Në R2 enin, po multiply me R1, se që kina vë load këto. Tash, morëm me veç edhe add. Add R3 në X. Krej që kjo është R1 tash. Tash morëm me load R2. Të thojmë pjop me R2 qësoj. Që kjo është R3 edhe që kjo është R4. Load R2 në B, në B. Add R3 në C. Do të thonë R3 në C, add, mas është plus. Edhe subtract, mas është minus. Se sot, whatever. R2 në A. Edhe krejt që kjo është R2. Tash do të move në Z R1. Sepse tash që të dyja i bëjmë store në R1. Easy apo? Që kjo është detyra e parë.